Flamuri shqiptar në UK preket, padia, radikalizmi dëhre, propaganda në UK mund të rishkruajnë simbolet e një kombi. Në vitet e fundit po shfaqen gjithnjë e më shpesh zëra që në mpetkun e historisë së vërtet përpiqen të ushesin shqiptarëve një narrativ të rrezikshme, se flamuri Osman pas ka qenë flamuri historik i shqiptarëve, ndërsa flamuri ynë kombëtar qenë ka i vonë, i huaj, i paqen apo i shpikur më pas. Kjo nuk është thjesht padije. Në shumë raste, kjo është trushplarje ideologjike që kërkon të zhbëjë vetdijen kombëtare dhe të zëvendësojë identitetin shqiptar me identitete të imponuara. Debati historik është i lejueshëm. Sulmi ndaj flamurit kombëtar, jo. Ata që përpiqen të relativizojnë flamurin shqiptar, zakonisht nisin me tezën se Shqiponia dykrenare nuk qenë ka shqiptare, por simbol Bizantin. Përmendet Roma antike, ku Shqiponia përdorej si shenjë perandorake, përmendet më pas ndarja e perandorisë romake në vitin 395, ku sipas këtij interpretimi Shqiponia me dy koka simbolizonte lindjen dhe perëndimin. Përmendet Justiniani, Bizanti, fisnikëria e kombeve të integruara në atë perandori, dhe fakti se simboli u përdor më vonë nga rumun, bullgar, serb, rus, grek, gjerman e shqiptar. Pra, po, Shqiponia dykrenare ka një histori të gjerë perandorake dhe heraldike. Por ky fakt nuk e zhvesh as pak flamurin shqiptar nga vlera e tij kombëtare. Përkundrazi, tregon se shqiptarët, si shumë popull të tjerë europian, e kanë përvetësuar një simbol historik dhe e kanë shndërruar në shenjë të vet identitetit të tyre. Më tej, përdoret Skënderbeu. Citohet Barleti, i cili shkruante se Skënderbeu mbante flamur të kuq të qëndisur me Shqiponjë të zezë dykrenare. Dhe pikërisht këtu hyn manipulimi. Disa e marrin këtë për shkrim për të thënë se me që forma dhe ngjyrat i ngjanin traditës bizantine, atëherë flamuri i Skënderbeut ishte flamuri i Bizantit. Kjo është një kapërcim ideologjik, jo provë përfundimtare. Fakti që një simbol ka prejardhje më të hershme nuk do të thotë se nuk mund të bëhet simbol kombëtar i një populli në një epokë tjetër. Përndryshe, gjysma e heraldikës europiane do të shpallej e huaj. Një tjetër pikë që përdoret për të goditur rrëfimin kombëtar lidhet me flamurin e Vlorës. Hidhet poshtë Marigoja, vihet në dyshim roli i saj dhe përmendet një version alternativ sipas të cilit baronesha Marie von Godin e kishte qëndisur flamurin për rastin e kuvendit të Vlorës. Përmendet edhe dëshmia e historianit gjerman Peter Barth për një bisedë me Eqrem Vlorën, sipas së cilës ky i fundit kishte dhënë një version tjetër gojarisht nga ai i shkruar në kujtime. Edhe këtu kemi debat historiografik mbi një episod, jo rrëzim të flamurit kombëtar. Kush e qepi saktësisht, kush e solli, kush e mbajti në dorë, janë çështje që historia mund t'i hetojë. Por asnjë prej këtyre nuk e zhbën faktin se flamuri me Shqiponjën dykrenare u bë shenja politike dhe kombëtare e shtetit shqiptar. Ata që duan të çorientojnë opinionin publik sjellin edhe raste nga fundi i perandorisë osmane dhe fillimi i shtetit shqiptar. Përmendet një shkrim në gazetën Liria të Selanikut, 6 dhjetor 1908, ku në mbrojtje të Dervish Himës thuaj në thelb se flamur të Shqipërisë nuk kemi, nuk e dim si është. Përmendet edhe fakti se në nëntor 1912, sipas kujtimeve të Dimitër Zografit, në krahinën e Dibrës nuk kishte flamur shqiptar dhe u desh të dërgoheshin kalorës nga Durrësi për t'u çuar një flamur. Përmendet po ashtu telegrami i 29 janarit 1913 i qeverisë së Vlorës drejtuar shqiptarëve që mbronin Janinën, ku thuaj se ushtarët shqiptar luftonin nën flamurin otoman. Të gjitha këto tregojnë një realitet historik të ndërlikuar, se shqiptarët dolën nga një perandori, se vetdia kombëtare nuk u ngulit në të njëjtën ditë e në të njëjtën mas të gjithë, dhe se kalimi nga identiteti perandorak dhe ai kombëtar nuk ishte proces i thjeshtë. Por pikërisht këtu qëndron mashtrimi i madh i propagandistëve, nga fakti se shumë shqiptar jetuan, shërbyen dhe luftuan në perandorinë osmane, ata duan të nxjerrin përfundimin se flamuri osman pas ka qenë flamuri shqiptar. Jo. Ka qenë flamuri i perandorisë ku jetonin shqiptar, jo flamuri kombëtar i kombit shqiptar. Po, shqiptar kanë qenë vezir, pashallar, ushtarak e administrator të mëdhenj të perandorisë osmane. Po, Sami Frashëri vetë përmend se shqiptar të shuar e quan flamurin e Turqisë në viset më të largëta të perandorisë. Po, gjatë luftërave ballkanike dhe edhe më herët shumë shqiptar luftuan nën flamurin osman. Por kjo nuk do të thotë se identiteti kombëtar shqiptar shkrihet në flamurin osman. Përkundrazi, do të thotë se historia e shqiptarëve ka kaluar përmes perandorive, por nuk mbaron te ato. Dhe këtu hyn problemi i sotëm. Disa ekstremistë, disa propagandistë fetar, disa trushpëlar ideologjik, po përpiqen ta përdorin këtë ndërlikim historik për të goditur simbolin kombëtar shqiptar. Ata nuk po bëjnë kërkim shkencor, po bëjnë zëvendësim identitar. Po përpiqen të thonë shqiptarëve se flamuri i tyre qenë ka dytësor, ndërsa një flamur perandorak i lidhur me një rend tjetër politik, fetar dhe shtetëror duhet parë si flamur i vërtet i shqiptarëve. Kjo është e papranueshme. Flamuri kombëtar shqiptar nuk negociohet. Gjua shqipe nuk negociohet. Identiteti shqiptar nuk negociohet. Asnjë fe, asnjë sekt, asnjë ideologji e importuar nuk ka të drejtë të dalë mbi kombin, mbi simbolet e tij dhe mbi kujtesën e tij historike. Shteti duhet të jetë i qartë, kush përdor historinë për të nxitur urrëtie ndaj simbolit kombëtar, kush nxit përçarje identitare, kush sulmon rendin kushtetues dhe flamurin kombëtar me diskurs ekstremist, duhet të hetohet dhe të përballet me ligjin.
Jo sepse mendon ndryshe, por sepse propaganda radikale që synon të zhbëjë identitetin kombëtar nuk është më debat akademik, është çështje e rendit publik, e kohezionit kombëtar dhe e sigurisë shoqërore. Shqiptarët nuk kanë nevojë për tutor ideologjik që t'u shpjegojnë se kush janë. Nuk kanë nevojë për predikues që duan t'u zëvendësojnë flamurin, historinë dhe vetdijen kombëtare. Kanë nevojë për arsim, për histori serioze, për institucione që nuk friksohen nga ekstremizmi dhe për një vit të kuqe të qartë. Kush godet identitetin kombëtar shqiptar, godet themelin e bashkëjetesës sonë. Flamuri ynë është ai që valon sot si simbol i kombit shqiptar. Mund të studiohet historia e tij, mund të debatohen rrënjët, mund të hulumtohen burimet, por askush nuk ka të drejtë ta poshtrojë, ta relativizojë apo ta zëvendësojë me propagandë perandorake dhe fanatike. Sepse Shqipëria nuk ndërtohet mbi trushplarje. Ndërtohet mbi identitet, kujtesë, gjuhë dhe flamur.